Një grop e hapur në themelet e një pallati në zonën elitare të Durrësit, po kthehet në një shqetësim madhor për banorët e zonës dhe imazhin e qytetit. Gropa e hapur prej 7 vitesh është kthyer në një moçal të ujrave të ndotura, ku dëgjohen zhurmat e bretkosave dhe rreziku për epidemi është tepër i lartë. Banorët e zonës, por dhe përfaqësues të Forumit Rinor Demokrat, kanë denoncuar sot indiferencën e bashkisë për mospastrimin e kësaj zone që po dëmton rënd edhe imazhin turistik të Durrësit. Banorët kërkuan dhe zgjidhjen e problemit të hapur me subjekteve private që kanë lënë gropën të hapur me vite, ku kostoja reale bien mbi qytetarët. Më vjen shumë keq që kjo gropa të rikështu, si mall pa zot, sepse edhe këto hekra që janë bënë dikush ishte përgjegjës. Vjen aroma mendoj, unë ka të stap dhe në mëngjes, e në darkë vjen një aromë, sa të them edhe gratë, ato gratë përtojnë që i hedhin klerat në kosh, po i hedhin nga balkoni, po të 12 natë. Rreziku për epidemi dhe viruse është shumë i madh, sidomos në periudhën e verës, po ta shikojmë edhe gropa është e mbushur nga shiu që ra mbrëm, shikoni edhe plerat që hedhin qytetarët. Po ne kërkojmë bashkisë që ose të ndërmarrë një aksion sepse jemi në mesin e sezonit turistik dhe për ta rregulluar këtë gjendje katastrofike do ta quaj të qytetit tonë. Kjo është lagja numër 1 e Durrësit, një nga lagjet më të mira të qytetit tonë. Nuk besoj se është diçka e këndshme për turista që vendosin vinë vizitojnë vendin tonë. Plus që është shumë e dëmshme për ne. I njëjti problem konstatohet edhe fare pranë bashkisë së Durrësit, ku një grop tjetër e kësaj natyre qëndron e hapur, si për të treguar apatinë e plotë të pushtetit vendor.